Shtetet e Bashkuara po lëvizin drejt një ndryshimi të thellë në qasjen e tyre ndaj institucioneve gjyqësore ndërkombëtare, sipas një burimi të rëndësishëm pranë presidentit Trump. Informacioni i transmetuar prej tij het dritë mbi diskutime të brendshme që lidhen me financimin amerikan për këto gjykata, rolin e prokurorit special Jack Smith dhe ndikimin e strukturave politike të administratave të mëparshme. Sipas burimit, figura e Jack Smith ka qenë një prej pikave kyçe të debatit të brendshëm në Washington. Smith, i cili drejtoi 2 hetimet më të rëndësishme ndaj Donald Trump, çështjen e dokumenteve të klasifikuara në Mar-a-Lago dhe hetimin për 6 janarin, shihet nga administrata e re si simboli një epoke procesesh që perceptohen si të motivuara politikisht. Të dy procedurat u pezulluan pas rikthimit të Trumpit në Shtëpinë e Bardhë, një zhvillim që sipas burimit forcoi bindjen brenda administratës se hetimet nuk kanë qenë bazuar në ligj, por të iniciuara nga konteksti politik. Burimi shton se debati mbi gjykata ndërkombëtare lidhet edhe me mënyrën se si administrata e Biden, e udhëhequr në politikën e jashtme nga ish sekretari i shtetit Antony Blinken, ka përdorur instrumente juridike, sanksione dhe presion diplomatik në rajone të ndryshme, përfshirë edhe Ballkanin. Ky aparat sipas tij ka qenë shpesh i ndërtuar mbi rrjete influencash dhe interesa politike, duke krijuar tensione diplomatike dhe perceptime të një politike të jashtme të politizuar. Në këtë kontekst, Jack Smith portretizohet si pjesë e një mekanizmi më të gjerë, të lidhur me strukturat e administratës së mëparshme dhe me aktorë ndërkombëtar që kanë ushtruar ndikim mbi ngjarjet politike globale. Sipas burimit, diskutimet në Washington përfshin edhe rolin e Smith në çështje me ndjeshmëri të lartë politike jashtë SBA-s. Njëra prej tyre është procesi kundër ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili prej 5 vitesh përballet me akuza të ngritura, gjatë kohës kur Smith drejtonte hetimet në Hag, për kohën kur ishte drejtuesi UÇK-s. Ky rast ka shërbyer për administratën Trump si shembull i përdorimit të strukturave gjyqësore ndërkombëtare në çështje kundërthuren politika, diplomacia dhe drejtësia. Theksohet gjithashtu se një rrjet mediash të financuara nga fondacione të lidhura me George Soros kanë patur rol në formësimin e perceptimeve ndaj Trump si në SBA, ashtu edhe në Ballkan. Sipas tij, ky ndikim mediatik është pjesë e të njëjtit zinxhir strukturash që ka ushqyer narrativën kundër ish-presidentit dhe ka mbështetur figurat që konsiderohen pjesë e establishmentit, përfshirë Jack Smith. SBA-ja ka financuar për dekada me radhë gjykata ndërkombëtare, dhoma speciale dhe struktura juridike me një total prej më shumë se $100 miliardë. Burimi thekson se administrata e re konsideron këtë model si të tejkaluar dhe financiarisht të paqëndrueshëm, duke analizuar mundësinë e ndalimit ose reduktimit të ndjeshëm të këtyre fondeve. Ky është një prej elementeve kryesor të rishikimit të politikës së jashtme, ku prioritetet kombëtare dhe shmangja e përfshirjeve në dinamikat e brendshme të vendeve të tjera paraqiten si orientime kryesore.